me dhunë tani të nderuar të shikus, u vendosëm të uleshën dhe të pjesa që unë ngrit, filloj debatin me pjesën tjerë tani. Jo, në fakt nuk kemi vërë mikrofonat. Po se ke vërë mikrofonin që unë nuk mund 5 orë të flerë popullata, dhe sa të vësh mikrofonin ti, dhe të bisedosh me bidon dhe me bushatin 4 orë aty. Po edhe pak debat të dojmë, apo jo? Oj, debat, po që të të mund debat më? Ore, këtu është shmendur këj vend fare, Allah. Të tërë për mikrofonin si e në li. Ore, kjo punë reguloj me njerë, unë i thash atyre futuni, dhe po të futeshin ata, ju do ulesh me njerë. E kupton? Se unë e dinja këtë që. Do ta këndojmë dhe ty këngën. Jemi rikësujer, por që nuk këndojmë më dhe në këtë pjesë e emisionit do të flasim nderuar të shikues që thamë për disa ngjarje të aktualitetit. Duke filluar me Albanian Files, një libër që ka trazuar opinionin publik ditët e fundit. Po do vijojmë pastaj me ngjarje të tjera, me dëgjova që dhe Osmani, që ka bërë Osmani që luante filmin e filmin e Osmani. Perandori. Aktori. Është imazhi Perandori Sultani o burr. Sultani Panis, nuk është përfituesi direkt. Ka ardhur Osmani, ka marrë toka, na pas ka marrë toka dhe Osmani këtu. Do ta themi dhe këtë, gjëra të çuditshme po dëgjojmë. Pastaj goditjes pak në sektorin e ndërtimit që është një moment shumë i rëndësishëm mendoj unë. BK-ja ka anashkaluar policinë për një arrestim dhe e fundit do të jetë ato të lirohet Erion Velia se u zbart kjo që ishte kjo gjykatës kushtetuese dhe mendohet që të lirohet tani Erioni dhe ndoshta lirohen dhe të gjithëve, se kjo punë tani këtu. Klodiana Lala dhe Ola Xama, faleminderit shumë zonja, të nderuara, të rregullojnë mikrofonin. Ju kërkojnë ndjes shpejt mikrofonin në vjen dikush dhe rregullon mikrofonin në çfarë ka mos? Ngrije pak mikrofonin Ola. Ti ke problem? Vjen dikush rregullon mikrofonin e... Se live jemi tani, nuk ka problem. I shpejtove dina i kanë futur në për gjepa. Ka njeri të gjallë të unë Allah që rregullon mikrofonat ajo. Po vjen. Po vjen, nga vjen, nga Franca. Kemi sinkron në fillim. Atëre prezentova unë, Klaudion Tomori dhe Eugen Beci, faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi një sinkron tani që mund të vinë për rregullimin e mikrofonave. Që rregullojnë mikrofonave. Aktivistët dorëzojnë librin në SPAK, plus e dirama që kemi këtë sinkronin. Lutem sinkronin urgjent. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtime sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. SPAK e mbajti librin që ne dorëzuam, pas deklaratës tonë publike që ne kërkojmë nisjen e hetimit për ato që ne e çojmë si një skemë kriminale të kapjes shtetit, ata e mbajtën librin Albanian Files si dokument dhe na thanë që të presin përgjigje në ditët në vijim. Libri i mallkuar, së shpejti në Adrion. Pasi sa po hyri sot në histori si i pari libër që trajtohet si prof krimi 80 vjet pas rënies së nazizmit dhe 35 vjet pas rënies së komunizmit. Kjo vabe madhe ndërkohë të shikus, po dhe kjo gjendje që po kalojmë kështu që është si një edhe një si çmenduri, unë harova dhe t'i kërkoj ndjes shumë Doriana Musaj, arkitekte planifikuese urbane, të cilën nuk e prezantova. Doriana ndjesë, pa problem, përshëndetje. Se njeriu bën dhe gabime në këtë orë, në këtë vapë dhe në këto gjëra që na kanë rënë përsipër. Të kërkoj ndjesë dhe faleminderit shumë që do të përpiqesh të kontribosh te kjo pjesë emisioni që dhe besoj do të jetë kontribut i vlefshëm. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. E tham tani ju pa të dorëzuar një libër aty. SPAK u dorëzua ky. Çfarë është libri Albanian Files? Zonja Lala, aktivistët e kanë dorëzuar në SPAK. Regjistroj gjë. Ende një kallëzim penal. S'ka kallëzim. Pra, edhe me zonjën Vatmikaj, por edhe me aktivistë të tjerë me cilët kanë pasur biseda gjatë ditës së sotme, është duke u punuar një kallëzim penal që ka të bëjë pikërisht me dyshimet për korrupsion, për shpërdorim të detyrës apo për miratim të ligjeve klienteliste, por zyrtarisht deri në këto momente kallëzimi nuk është depozituar sipas procedurës ligjore. Aktivistët bërë me dije ditën e djeshme se do ta dorëzojnë përmes postës këtë kallëzim penal, bashkangjitur edhe provat që ato kanë.
ndërkohë që në mënyrë simbolike, për atë që e konsiderojnë si prova e krimit të Edi Ramës, ditën e djeshme, një përfaqësi e protestuesve, aktivistë të shoqërisë civile, juristë e tjerë me radhë, mbritën në prokurorinë e posaçme dhe ishte zonja Vatnika e cila e depozitoi librin në prokurorinë e posaçme në hyrje për atë recepcioni, u mbajt nga ana e recepcionit, por nuk ka një reagim zyrtar nga ana e prokurorisë posaçme që të ketë një çelje të një hetimi penal, sepse që të vihet në lëvizje prokuroria e posaçme, duhet të ketë patjetër një kallëzim penal dhe në rasti konkret, pasi të depozitohet, mund të ketë edhe të dhëna, pastaj se nëse do të ketë një hetim ose jo. Por aktivistët e kanë depozituar ditën e djeshme librin, ishte i firmosur nga disa prej protestuesve, pra në secilën faqe ishte i firmosur, i printuar dhe u depozitua, por kallëzimi penal nuk ka mbritur në prokurorinë e posaçme. Pastaj se çfarë është të bëjnë files, besoj do flasim edhe do të ketë do detaje lidhje me të. Domethënë, po kemi 4 çështje, do të japim pjesën i kamin dhe pjesën më të rëndësishme kësaj. Si tani avokat kjo punë e librit që është dorëzuar aty, se diku bisedoj me një mikun tim para ca kohësh, dhe ai më tha që ti ke shpikur një gjë për mua, tha që thuhet, gjithandej që më nder një kështu në Shqipëri ditë dhe po unë tha të bëj kujdes se unë kam shkruar libra shumë tha dhe nuk se kam shpikur gjëra të tilla. Librat leri thashun se po ti mori vesh spaku, librat që ke shkruar ti nuk del mirë. Tani libra dorëzohen avokat dhe çfarë ndodh? Shiko, nga pikpamja protestës është një simbolik. Është simbolik thua ti. Simbolik. Kurse nga pikpamja juridike duhet trajtuar si një formë një indicie që rëndom në jurisprudencë njihet si nisja e një hetimi kryesisht. Pra, protestuesit në mënyrë shumë simbolike i kanë lënë, si të thua, shtopin në derë prokurorisë posaçme, duke arritur të japin një shpjegim i cili nga ana ligjore nënkupton faktin që dosjet nisen kryesisht edhe nga një artikull gazete, dosjet nisen kryesisht edhe nga një kronik lajmesh, dosjet nisen kryesisht edhe nga një indicie e cila patjetër mund të mos jetë e konkretizuar me një kallëzim konkret. Pra, e rëndësishme është kuptojmë që libri, në rastin konkret, luan rolin e një informacioni publik për të cilin prokurorët e prokurorisë posaçme patjetër duhet ta vlerësojnë dhe të shohin në rast se ka indicie apo jo. Pastaj, në rast se shkon në fazën tjetër që një pjesë e protestuesve mund të bëjë një kallëzim formal, atëherë sigurisht që e detyron prokurorinë e posaçme që t'jap një përgjigje konkrete në lidhje me kallëzimin formal. Pra, gjysma e rrugës është bërë. Në libër është e rëndësishme të kuptojmë që mund të ketë indicie, mund të ketë të dhëna, mund të ketë fakte dhe rrethana të cilat në rast se provohen në rrugë procedurale, patjetër që japin një rëndësi shumë të madhe, jo vetëm librit, por dhe hetimit që mund të ngrihet. E thënë me pak fjalë, është një lloj sikur të shohësh një kronik në televizion dhe një prokuror nesër të nisë një çështje penale, ajo që quhet në formën juridike kryesisht. Pra, nuk mund të shërbej vetëm kallëzimi formal, mund të shërbej edhe një libër dhe një emision e juaj, mund të shërbej dhe gjithçka tjetër që mund të jetë publike për të ngritur alarmin në një prokuror i cili të vlerësojë që mund të ketë vepra penale të cilat mund të përbëjnë risi dhe të përbëjnë fakt dhe shkak për të nisur një procedim penal. Pra, dorëzimi i librit është si të thuash dorëzimi i rrethanave dhe fakteve për të cilët protestuesit mendojnë dhe dyshojnë që ka vepra penale. Në rast se aty ka 500 ca projekte dhe prokuroria nis kryesisht një procedim dhe nga këto projekte, nga këto rrethana që janë paraqitur në atë libër, dalin të dhëna konkrete të cilat përbëjnë vepra penale, sigurisht që libri ka shërbyer më shumë se një kallëzim. Por e përsëris në kuptimin formal, në rast se ky libër shoqërohet me një kallëzim formal, ndryshimi vetëm është që prokuroria e posaçme kur çohet libri tek angjëllat mund të mos kthej përgjigje, kurse kur çohet kallëzimi në pikpamje formale mund të kthej përgjigje edhe me shkrim. Zama, çfarë ka ky libër për të jetuar, a komprometon arkitektët e Edi Rama këtu tani? Se avokati thotë mund të shërbejë një libër si provë, edhe mund të Jo provë, indicie. Indicie për filluar kryesisht një hetim, më fal. Jo, ndje Nuk është provë. Prova, dikur kthehet në prova i libër, në rast se prokuroria e posaçme vendos të fillojë kryesisht dhe hetimin, procedimin penal dhe shikon rrethana dhe fakte të një projekti aty, duke lidhur arkitektin, investitorin, duke lidhur dhe të tërë elementët e
e shtetit që jep lejen dhe aty shikon që ka akte korruptive, akte shpërdorimit detyre, patjetër që libri lidhet me prova procedurale. Zama? Libri dhe Albania Files, apo dosjet e Shqipërisë, ta themi në Shqip, është një tentative e Edi Ramës për të prezantuar Shqipërinë në sytë e botës si një laborator të arkitekturës dhe këtë fjalën dosje tenton nga Afrika e të Shkuarës ta kthejë në sinjal shprese për të ardhmen. Por një pjesë e ekspertëve, një pjesë e protestuesve dhe atyre që kanë shkuar në dyert e prokurorisë së posaçme që kanë dorëzuar këtë libër nuk e shohin kështu. Dhe në fakt unë jam marrë me disa investigime lidhur me konfliktin e interesit dhe se si përcaktohen jo vetëm në sektorin publik, por dhe në sektorin privat të arkitektëve. Dhe atje gjen gjurmë dhe gjen dëshmi apo shënime të tyre se si janë ftuar personalisht nga zoti Edi Rama. Dhe po ta ndash, unë kam bërë në Excel ndarjen e projekteve sipas viteve, shumica datojnë rreth 20 projekte janë gjatë kohës kur zoti Edi Rama ka qenë kryebashkiak i Tiranës, kemi rreth 2 vite pushim, kur ai ka qenë në opozitë, dhe pastaj pas 2013-s janë 504 projekte, të cilat janë dizenjuar nga arkitektët e huaj në të njëjtën kohë që zoti Edi Rama ka qenë edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit. Atje gjen kompaninë Boltz & Wilson, janë disa gjerman, ata kanë marrë projekte vetëm për Korçën, pra një zyrë në Gjermani punon vetëm për Korçën dhe për disa projekte të rilindjes urbane, të cilët thonë që ne kemi ardhur në Tiranë kur zoti Edi Rama ishte kryebashkiak i Tiranës, nuk e fituam konkursin, madje ne kemi mësuar duke humbur se s'kemi fituar asnjë konkurs, por na erdhi një kartoli nga zoti Edi Rama që tha e keni derën të mikpritur në Shqipëri dhe nuk kaloi shumë dhe ai na solli në derë një investitor. Pra, këtu ata tregojnë se si ky investitori, i cili merrte leje nga zoti Edi Rama si kryetari i bashkisë, ishte rekomanduar nga kjo. Dhe këtu patjetër që duhet të shohim konfliktin e interesit dhe shkeljes së ligjit. Ka disa debate, diskutime mbi estetikën, a duhet i bëjnë shqiptarët, a duhet i bëjnë të huajt, a janë kaq të mirë shqiptarët sa të huajt, a duhet jenë bashkë. Kemi dhe shqiptar patjetër shumë të mirë, shumë të famshëm, shumë të zotë. Por janë vetëm, po besoj se ka për ta shpjeguar Doriana. Doriana do ta pyes për këtë. Por pyetja që linde dhe që lidhet me pyetjen që ju bët me anën penale të këtij libri është a kemi ne një ligj që ai që të jep lejen e ndërtimit të përcakton edhe kë do të marrësh konsulent për të bërë projektin? Jo. Jo, po. Jo, ne nuk e kemi me ligj. Ma ligj edhe kemi. Dhe madje, në sistemin kapitalist, madje nuk është as rregull dhe as norm, as në sistemin kapitalist. Është në sistemin ku shteti imponon edhe sektorin privat. Dhe këtu mund të ketë arsye për të parë element të veprës penale prokuroria e posaçme. Jo, mendoj ka të bëjë edhe me miratimin e ligjeve, se po të shikosh për shembull rastin e hetimit të zotit Berisha, ka të bëjë, pra ka bërë ndryshime ose ka marrë vendimet ka nxjerrë VKM për të favorizuar sipas pakut dhënien e tij. Nga ana tjetër, në rastin e librit në fjalë, ne kemi projekte që bien në zona të mbrojtura. Dhe pas janë bërë këtë projekte është ndryshuar edhe ligji. Pra është paramenduar kjo gjë dhe më pas është bërë ndryshimi i ligjit. Çka do thotë është një ligj, pra ka dyshime të forta që janë ligje klienteliste dhe të paracaktuara, të paramenduara për të favorizuar biznesmen caktuar e tjera me radhë. E vetmja gjë që mbetet për t'u hetuar më pas nga prokuroria ka të bëjë a ka patur një fitim të drejtë për drejtë zoti Rama apo persona të bashkëlidhur me këtë. Kjo besoj që mbetet pastaj sfidë e prokurorisë. Dhe sfidë e spak. Për ta sqaruar prokuroria. Zoti Omori? Shiko, aty janë, unë mendoj që ai libër ka indicie, qoftë nga dëshmitë që japin vetë arkitektët, se si kryeministri i merrte në telefon edhe i lidhte me investitor. Tani kryeministri nuk është sekser, nuk e ka votuar njeri dhe nuk e ka mandatuar njeri që të puqej arkitektët me investitorët që u jep leje të ndërtimit. Së dyti, ajo që është një tjetër indicie lidhet me faktin që nëse e mbani mend në historinë e inceneratorit ka qenë afera e verave. Ndërtuesit të gjithë në Tiranë detyroheshin të çonin dherat tek inceneratori kundrejt një tarife që paguanin. Nuk ka patur akt ligjor për këtë. Nuk u thuaj me çfarë ishte vendosur, thjesht
kur kanë dëshmuar më vonë në komisionin e famshëm hetimor në parlament, thanë që na thoshin që nuk ju japim leje në qoftë se nuk keni marrëveshje dhe nuk çoni dherat, paguani parat tek incineratori Tiranës. E njëjta skemë është përdorur edhe këtu. Të gjithë ndërtuesit shqiptar e dinin që nuk puthnin dot të merrnin leje ndërtimi nëse nuk vinin tek një nga arkitektët e huaj të cilët kishte përzgjedhur qeveria apo kryeministri, dhe ka qenë një listë aty me këta arkitekt, ka qenë një listë me një 70 arkitekt, ku u thuaj ndërtuesve, madje edhe u caktoi, ti do shkosh te ky, ti tjetri do shkosh te ky arkitekt, pra këtu nuk jemi me që ky është thjesht një libër, jo, ai është një dokument i cili na tregon fakte, na tregon se si ka nisur gjithë kjo histori, dhe është një histori me shumë para. Nuk është thjesht, është një histori e cila mund të ketë lëvizur, vlerësimet më konservative thonë 400 deri në 500 milion euro, ka ndërtues që thonë janë mbi 1 miliard që kanë marrë ata arkitektu. Dhe arkitektët që për projekti D, unë kam kontaktuar disa ndërtues, për projekti D, tarifa është 700.000 euro. Jo, nuk është shueshme. Për projekti D, jo të detajuar teknik, për të detajuar teknik shkon deri në 2 milion euro. Tarifat e atyre fillojnë... Po dëgjoj çat po të them. Jo, dakor. Do të them shifrat pastaj ti gjykon. Unë të pyetit jam. Ata kanë patur tarifa që fillojnë nga 20 euro për metër katror ndërtim, deri në 90 euro ka patur raste. Kullat për shembull në Tiranë e kanë nga 50 euro e lartë për metër katror që merrte arkitekti. Po një kull është 60.000 metër katror, pra vetëm aty me një kull ishte 3 milion euro. Unë pash... Jo, ka vende që janë 6 ditë se unë. Po prit pra se, unë pash shifrat e Instatit për lejet e ndërtimit të dhëna nga viti 2020 deri në 2025. Janë 10 milion metër katror ndërtime, banimi dhe hotele. To të gjitha në pjesën dërmuese kanë kaluar të këta. Pra nëse ti merë 10 milion metër katror ndërtime, për një tarif mesatare 20 euro, ke 400 milion euro vetëm këtu. Nga 2020 a këtej. Po kjo histori ka filluar në 2015. Dhe këta benin vetëm, në shumicën e rasteve, benin vetëm koncepti den. Pra benin vetëm vizatimin e projektit, se pastaj punonin arkitektët shqiptar që benin. Dhe historia tjetër, edhe me të mërshme, është se këta ti merrnin parat pashku, pa e marrë lejen. Pra, ta të merrnin gjysmë. Po pra, kjo është ndërruar si një taks. Ka qenë dikur taksa e markimit, tarifa e markimit karburanteve, që i thoshte shteti, pa të dhenë një koncesionari, i thoshte kompanive të naftës, që po nuk paguat tarifën e markimit, nuk paguani dot akcizën, nuk zhdoganoni dot. Pra, ishte vend tarifa private për para shtetit. Kështu ndodhi dhe kjo histori, kështu ndodhi dhe me këte. Kjo paguaj në qasti kur vijej në KKT që miratoj projekti, ishin paguar 70% të parave për arkitektët e huaj. Dhe aty ata kishin aksese që merrnin vesh kur kalon dhe projekti, informoshin nga aty, dhe sillnin pjesën tjetër të mbetur të faturës. Mundem, kot më kundërshtove se të njëjtën shifër tham. Pra, unë thash 504 projekte. Të marrim për vlerën dyshe me 1 milion euro, 500 milion euro. Po të marrim në 2 milion euro 1 miliard. Kështu që mos duket sikur tani. Unë u tregova shumë dyshues për këtë, dhe befas më shkruajtën që ka sens kjo. Unë kam marrë dhe i kam hedhur në Excel të gjitha lejet e zbardhura të KKT-s për kullat. Pra, KKT-ja për kulla jep 8 kate e lartë, 6 kate e kanë quar tani, dhe 80% janë arkitekt të huaj, janë studio të huaja. Janë nga 4.5 milion metra katror. Po them për këto të Tiranës që e kanë bërë studimi dhe që e ketë matshëm, nga 4.5 milion metra katror që janë lejet të zbardhura për kulla në Tiranë,
3.5 milion metra katror i kanë arkitektët e huaj. Tani vendosi dhe tarifën mesatare, se le ti thot Doriana se e kanë tarifat. Bënses, ja Doriana. Doriana, gjithë të arkitektë të mëdhenj tani, Doriana. Para e madhe. Ç'kanë bërë tani këta këtu? Kanë respektuar rregullat e ligjit siç bëjnë gjithë botën, apo vinë këtu për të i marrin këto legët që thonë këta, si shke punë, si e kupton ti tani? Ti je arkitekte? Po. Urbaniste? Urbaniste, po. Dhe një njeri i ditur i kësaj fushë, një eksperte e zonja. Shpjegon gjë mua tani ti. Po, mund të them që unë i kam ndjekur se Star Arkitektët nuk prezantohen për herë të parë me këtë libër. Ne i kemi pas mes nesh prej të paktën 15, ndoshta edhe më shumë vite. Kështu që aktiviteti i tyre në Shqipëri ka ardhur duke u rritur, por të sjellë në formën e një botimi, pra të gjithë bashk, na tregojnë për masat të mëdha që ka marrë puna e tyre duke lejuar një lloj terreni të lirë, ku ato vetë shprehen në një vend që trajtohet si laborator, ku nuk ka rregulla, nuk ka standarde, nuk ka dhe si të tillë ato, unë e kam shprehur, kanë gjetur shesh dhe po bëjmë për shesh. Për ta thënë shqip, në këtë botim ato njëkohësisht janë dhe dëshmitarët e parë duke rrëfyer se si kanë hyrë në tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, pasi bëhet fjalë për një ekonomi shumë të madhe që qarkullon nëpërmjet këtyre projekteve. Unë kam 3 pyetje që nuk e gjetur përgjigjen, dhe ndoshta një investigim nga ana e SPAK-ut, nëse do t'i pyeste këto arkitektët, do duhet përgjigjeshin në emër të kujt kam punuar, pra në emër të interesit të publikut shqiptar, siç kundër kuadri ligjor për planifikimin dhe zhvillimin e territorit prevalon dhe jep si direktiv për të gjithë arkitektët që punojnë në Shqipëri, kam punuar në emër të kompanisë zhvilluese që i ka kontraktuar, apo kam punuar në funksion të një vizioni politik që të legjitimohej në një farë mënyre nëpërmjet, kam dhënë emrin e tyre, pra prestigjin e tyre, për të legjitimuar një vizion politik, por jo profesionist. Këtu figura e arkitektit, në opinionin tim, është përdorur pikërisht për të legjitimuar përpara publikut shqiptar dhe për të delegjitimuar të gjithë ekspertizën vendase, pasi na kam vendosur vazhdimisht përpara debatit që këto janë të huaj, janë star arkitekt, janë shumë të ditur, janë shumë të famshëm, pra neve jemi ato që jemi inferior dhe nuk duhet as të kritikojmë, as ta kundërshtojmë këtë lloj debati. Dhe mendoj që figura e star arkitektit këtë ka sjell, pra ka sjell mbylljen e debatit të brendshëm, ku askush nga ekspertizat vendase, dhe ne kemi shumë arkitekt, sepse kemi shumë shkolla që prodhojnë arkitekt çdo vit, të mos ketë dhe të mos marrë iniciativën për ta kundërshtuar, pasi që në start jemi të delegjitimuar. Kjo është narrativa që është ndërtuar nga politika përgjithsisht. Megjithatë, për të kthyer ke libri, ai na ofron, unë e shoh si një lloj arkive të dokumentimit të 20 viteve të fundit të zhvillimit në Shqipëri, apo të këtij modeli të vetëm që na është ofruar si e vetmja zgjidhje për të zhvilluar vendin, dhe këtu kemi ato 523 projekte, ku nuk duhet bëjmë gabimin që të shohim vetëm ndërtesat, pra ai me vërtet ka projekte, ka ndërtesa që i dokumenton dhe na i ofron, por çfarë për publikun e gjerë dhe për mua personalisht ka interes është mënyra se si ai na rrëfen procesin e prodhimit të këtyre projekteve, pra rrjetin e studiove, si ato vjen kontakt, si kanë hyrë në tregun ton, marrëdhënie që kanë krijuar me institucionet shqiptare, sa të dyshimta janë, sa legjitime janë, pra janë pyetje që ne duhet i bëjmë. Dhe më pas, na tregojnë dhe gjithë atë kronologjinë e transformimit, qoftë të pushtetit, por dhe territorit. Nga ana tjetër,
çfarë evidenton ky botim, por jo vetëm, e gjithë vepra e tyre këto 20 vite, është trajtimi i Shqipërisë si një laborator, dhe shumë autorë aty e shprehin këtë gjë, ku Shqipëria është një laborator ku kushdo, me sa duket, arkitektët, investitorë, politikanët, institucionet mund të eksperimentojnë, pra si një terren i lirë pa rregulla loje. Dhe kjo është pika më delikate dhe këtu mendoj që ka interes publiku të kuptojë se pse kur një arkitekt vendas që punon për një qytetar shqiptar i cili do të ndërtojë një banesë dyqaçe, vendoset përpara regjimit të ngurtë të sistemit për gjitha rregullat dhe gjitha dokumenta që duhet plotësoj, dhe kur vin star arkitekt, këto regjime mbrojtëse bien dhe jepet fusha e lirë. Madje vjen projekti i tyre dhe nëse ka pengesa ligjore, ndryshohen ligjet për t'u përshtatur projektit dhe vizionit të star arkitektit, pasi këto projekte nëpërmjet rolit të këtij star arkitekti ka ndërtuar një marrëdhënie vertikale ku i pari vjen star arkitekti me projektin, i cili shkon direkt tek institucionet, më pas shfaqen investitorët dhe pas investitorëve qytetarët. Pra star arkitekti i pari, qytetari i fundit. Kjo është një përmbysje e gjithë rendit të së drejtës dhe legjislacionit që kemi ne të miratuar për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i cili nis ku interesi çdo projekti është interesi publik dhe i fundit duhet jetë arkitekti. Këtu kemi një përmbysje të kësaj normativës se si punojmë neve si arkitekt shqiptar në territor. Edhe një pyetje, po studio vendase janë të përfshirë në këto Po. ndërtimet masive që kemi ne? Edhe në libër i shohim të shfaqura për krah këtyre star arkitektëve. Pjesa më e madhe e këtyre projekteve kur vjen puna për të implementuar, ata të cilat futen në procesin e lejeve, shpeshherë në shumicën e rasteve shiftëzohen me një studio shqiptare. Emrat e studiove shqiptare janë një grusht shumë i vogël, janë vetëm disa prej këtyre studiove të mëdha që shërbejnë si surrogat të këtyre studiove të mëdha dhe legjitimojnë praktikisht duke firmosur dhe duke përputhur me gjithë procedurat ligjore projektin e këtyre star arkitektëve. Kështu që ka një bashkëpunim nga disa prej studiove, por që janë shumë të seleksionuara dhe shumë të përzgjedhura. Nuk bëhet fjalë për një hapje drejt tregut të arkitektëve dhe kushdo arkitekt që është diplomuar apo i licencuar mund të ketë shansin të punojë, por dhe aty ka një përzgjedhje. Doriana, unë do të kem pas pak minutash edhe një pjesë ku goditjet e SPAK dhe sektori ndërtimit. Nëse ti mund të gjithçka për këtë, mund të vjosh të qëndrosh, Po. Okej. Atëherë, kemi një moment tjetër, më ndërpret me Dorianën, po, edhe Osmani rëmben tokat e Vlorës. Tani, Osmani e bet fjalë për këtë të filmit, Osmani aktor tani ka ardhur, se Osmani atëre i merrte gjitha. Erdhi, mori gjithë Turqinë, bëri dhe perandorin më të rëndësishme në botë. Për herë të parë dhe të fundit, për herë të parë në historinë e botës, Turqia u bëja. Osmani tani ka ardhur me robat e vërteta, që është një aktor e të gjitha, se Osmani math atëre, sa më mori gjithë botë. Po ky thon ka ardhur dhe Osmani këtu, me famë botërore tani, dhe si aktor, që ka bërë filmin e gjitha, dhe ka marrë 88.5 hektar tokë, thonë, mos gënjejnë për këtë, se mos është në një dorë Erdoganit e në një tjetër e kështu. Se kështu do marrin këtë. 88.5 hektar është më e madhe si përfaqes e Porti Durrësit që ju dalë. 88.5 hektar, sa metra janë? Ola se... 885.000 metra. 885.000 metra, afër 1 milion metra. Po pse i duhen aktorit këto? Aktori në fakt është imazhi i kompanisë që... Aktori është imazhi i kompanisë, pronari është tjetër. Po se këta ja kanë futur Osmanit, doli njerin proteste, dhe bërtiste Osmani ka marrë, thash, avokat. Shiko, problemi është i tillë që në rast se organet ligjzbatuese veprojnë pasi Osmani ta blej tokën, pasi Osmani të marrë një arkitekt që quhet Ertugrul, pasi të marrë një investitor i cili... Ertugrul ishte babaj? Po, pasi të marrë një investitor i cili mund të ketë marrë nga Turqia në Bullgari, në Shqipëri,
heroin, se kokaina është në rrugë tjetër. Sulejmani. Dhe pasi të ndërtohen të gjitha godinat në konflikt të pastër interesi, në shpërdorim detyre, në shkelje të çdo ligji urbanistik, ne do presim Osmanin me gjithë heshtën e tij, me gjithë shpat, do e presim këtu. Problemi është që këta osmanllarët tanë, që janë tërë organet ligjzbatuese, tërë KKRT-të, të tërë format e tjera, të tregohen të paktën aq të zotët sa të mos e lënë Osmanin të hyjë si Gjon Turqit. Ky është thelbi. Turqit janë në të rinjë, Osmani është të herët. Osmani, jo për investitor. Kompania Rams Albania, pra që është kompania turke Rams Global, po e merr tokën si investitor strategjik. Një të drejtë që ka Komiteti Investimeve Strategjike. Dhe një herë. Dhe toka BKM-ja është për transferimin të fondi i pasurive të paludhe. E përdora Osmanin si simbolik. Tashi unë duhet përdor një simbolik tjetër përsa i përket organeve ligjzbatuese shqiptare. Në rast se organet ligjzbatuese shqiptare arrin të marrin 2-3 arkitektë si e zonja që foli pak më parë, edhe të bëjnë një ekspertim dhe të shohin duke ju referuar kushtetutës së Republikës Shqipërisë, ligjeve të Republikës Shqipërisë për planifikimin e territorit dhe planifikimin urbanistik, a ka ndikim në jetesën normale të qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë ky zhvillim urbanistik, dhe në rast se ka ndikim negativ, atëherë automatikisht përbën një vepër penale që quhet shpërdorim detyre më pasoj në liri dhe të drejtat themelore të njeriut. Këto janë elementët të cilët ne nuk i kemi parë, dhe në rast se prokuroria e posaçme nuk shikon, ose prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm përgjithësi, nuk shikon që në të rrugët e Tiranës ku të gjen një ceplulisht ose një lokal të braktisur, janë çështje. Jo se tani do kalojmë aty. Po tani ka mbarojmë të Osmanit. Kanë lidhje të drejtë për drejtë me atë që quhet hetimi kryesisht. Në rast se jetesa jote, më fal që ndërpres. Jo të ndërpreva unë dhe ndjes. Në Tiranë ke një plan rregullues dhe ke një ligj për planifikimin e territorit që jep të drejtë KKT-s ta shkel sa herë të do. Kështu që nga pikpamja ligjore ata janë në rregull. Jo, s'është kështu. Çështja është. Jo, këtu abuzohet dhe nga ata. Edhe ne që e kuptojmë ashtu. Në rast se ti i merr ligjet dhe i shikon në mënyrë të plot dhe integrale ligjin e planifikimit urban, ligjin e planifikimit territorit, ligjin mbi ndërtimet dhe shikon të tërë funksionimet e autoriteteve publike që japin licencimin për ndërtimet, patjetër që do konstatosh atë që the pak më parë. A kemi favorizim dhe ndërhyrje të palishme dhe a kemi një të qëndrojmë po të libri. A kemi deklarimet të disa arkitektëve të cilët thonë ne po bënim projektin pa u dhënë akoma lejet nga autoritetet publike? Atëherë unë e marr dhe thras si prokurori dhe e bëj dëshmi. Po para disa vitesh që jemi marrë, që i kam marrë një për një me email në Instagram, ku si kam shkruar për arkitektëve që s'merrin dot asnjë fjali. Ka ardhur momenti që të vendoset në lojë. Nga pikpamja ligjore, ata e kanë bërë ligjin për të, në thonjza, për të vjedhur me ligj. Po nuk është kështu, sepse funksionon dhe tjetra. Nga pikpamja ligjore, unë po të shpjegoj dhe. Po pra, atëherë, me qenë se njerëzit janë në protest, është një nxitje dhe një zgjim, edhe i organeve ligjzbatuese shqiptare të kuptojnë që jo gjithçka që bëhet nëpërmjet ligjit është e ligjshme, sepse duhet para është bërë ligj për konflikt interesi, është bërë ligj me ndikime të paligjshme, a kemi të bëjmë me një strukturë e cila ka dëmtuar përfundimisht urbanistikën e qytetit, dhe duke dëmtuar urbanistikën e qytetit, unë shikoj disa arkitektë që kanë konflikt interesi, unë shikoj disa investitorë që kanë bërë. Disi bëjë këtë se shef fare prokuroria tani, se s'mund ta bëjmë prokurorie. Në momentin që ke autoritetin vendor që i merren kompetencat nga autoriteti qendror, kryetari i Bashkisë së Tiranës shumë mirë mund shkonte ta kontestonte në gjykatë kushtetuese ligjin për planifikimin e territorit edhe këtu të funksionon gjithë seti. Ja dy fjalë ke gabim. Edhe tani për çdo gjë hajde për po thot njëri për çdo gjë. Nuk kemi në temë thotë Lala. Po që për të mbrojtur prokurorin e mbroj. Po të them diçka. Në rast se logjik penale kudo, nuk po them që po mbroj prokurorin. Lala thot nuk kemi në temë. Në rast se është bërë kala dhe ka shkelje të ligjit në çdo cep, patjetër politik penale do bësh, se nuk do bësh me politikë administrative. Në rast se Bashkia e Tiranës kur verifikon një ndërtues penale bëhet me vot për mua. Qartë. Më fal. Mua çfarë më shqetëson në rastin konkret që kjo sipërfaqe e madhe e tokës i ka kaluar Rams Albania ka të bëjë pikërisht me ligjin për investime strategjike.
ligji për investime strategjike, më korrigjojnë kolegët nëse unë e kam gabim, u miratua me qëllim që të funksiononte prej 3 vitesh, apo jo, Ola 3 vjeçare ka patur afatin. Jo, e ka patur 10 vjeçar dhe është tyrë 5 herë. Dhe është tyrë 5 herë, 6 herë deri më tani. Pra do të thotë që në fund të këtij viti përfundon, ose më saktë, ka qenë dhe direktive e Bashkimit Evropian që shfuqizohet ligji për investime strategjike, që në këndvështrimin tim është ligji që i ka bërë më shumë dëm qytetarëve shqiptarë dhe është një masakër e vërtet. Unë kam 10 ankesa që përmes Komitetit Investimeve Strategjike, po u merret prona, jo nuk është për qeshtë. Jo, t'jesh me një gjë tjetër se më thot njeri, që të njeh ty edhe mua, po ta them kur të dalim emrin, se të përdor. Thot po kjo Klodi pse s'lua në një film, thot dhe merr edhe kjo, se këtu kanë marrë disa aktorë, jo Osmani që është aq i mas, po disa aktorë kanë marrë këtu. A i ka të drejtë jetë një kompanie dhe unë mendoj që devijimi për ta quar të kerimi një aktori është komplet qesharak dhe nuk i shërben të vërtetës. Problemi është ligji për investime strategjike, është një ligj klientelist, dhe bërë shumë mirë, është një ligj klientelist, është një ligj që do duhet të ishte shfuqizuar dhe nuk do të ishte praktikisht aktiv si që pëndodhe dhe sot, dhe qëfar është duke bërë qeveria shqiptare. Në momentin që në fund të këtij viti, ligji praktikisht bie, është duke nxituar për të kaluar me shpejtësi mira hektar tokë në funksion të investitorëve strategjik, të cilët deri më tani nuk i kanë sjell asnjë benefit qytetarëve shqiptarë, dhe mendoj që sa i përket Komitetit Investimeve Strategjike, është një institucion që realisht duhet hetohet nga prokuroria posaçme, sepse kam ankesa edhe në Tiranë, por edhe në rrethe, që ky komitet ka shkuar deri aty, sa nuk ka njohur dokumenta. Dhe kemi një rast në mes të Tiranës, familje shumë e njohur e cila ka gjithë dokumentacionin dhe nuk i regjistrohet prona, sepse nuk duan t'ja regjistrojnë këtë pronë, për shkak se prona është duke marrë nga Komiteti i Investimeve Strategjike. Dhe mendoj që për te i të gjithave duhet parë pikërisht ky ligj, sepse qeveria si rregull, mos gabohem, në fund të vitit, ligji praktikisht nuk mund të shtyhet më, sepse është shtyr 5 herë, 6 herë, nuk e di sa shtyr, do më thënë disa herë deri tani. Pra mendoj që kjo do të jetë pika kryesore që ne duhet diskutojmë lidhje me kalimin e kësaj sipërfaqe me VKK. Hajde ta kemi, se kemi dhe 2 çështje tjera. Jo, patjetër, po këtu... Po mori ti tani këtë, Osmani është atje, po ka njëri tjetër mbrapa aty. Jo, ata janë kompanie madhe. Kompanie madhe, Janë ata janë kurd tamam, ata kurdut që kanë lidhje në Turqi dhe selinë e kompanisë e kanë në Kazakistan, në mos gaboj, po janë në shumë shtete, janë një korporat e madhe e cila ka bërë goxha projektet mëdha. Tani, çështja është që këta këtu kanë ardhur me një projekt për të bërë një tip kompleksi industrial dhe teknologjik, ku duan të ndërtojnë, duan të bëjnë aktivitet të industrisë automobilistike, duan të merren me teknologji artificiale e kështu me radhë. Tani aty duhet parë, nëse këta do jenë thjesht zhvilluesit, që do ndërtojnë ambiente, do ndërtojnë ca zyra aty, dhe pastaj kismet, hajde të presim që të vinë kompanit që të kontraktojnë ta, që të kryojnë aty, pra si stili që bënd të Durana, atëre është kot. Nëse me të vërtet këta do jenë investitorët që do ndërtojnë aty fabrikat që do punojnë për teknologji, për inteligencë artificiale, industrinë e automatizimit e kështu me radhë, kjo është një nga, po themi, dhenjet më të ajrit të tokës që është bërë, por nga eksperienca, ne kemi parë që këta i japin për ashtu dhe rrugës ato përfundojnë gjërat tjera. Pra, nëse do bëjnë vërtet fabrika dhe aktivitete ekonomike, po leta marrin. Po të shohësh objektin e kompanisë dhe eksperiencën që ato kanë, janë ndërtim real estate. Nuk kanë eksperiencë as për industria IT të lartë, as inteligencë artificiale, si që kanë të shënuar tek objekti dhe ajo që kanë propozuar përpara Komitetit të Investimeve Strategjike. Pjesa tjetër që kudo kemi parë që thonë 100 milion euro këtu, 2 miliard euro në Durrës, edhe ne kemi sot një raport që e dim se sa kanë qenë edhe cila ka qenë struktura e financimit të këtyre investimeve. Shumica e projekteve të investimeve strategjike kanë ngelur me leje në xhep që presin që thjesht të marrin tokën edhe pasaj të ndërtojnë me strukturën e financimit me parashitje,
Pra nuk është se kanë sjell investime reale, unë mendoj që synimi është thjesht që të marrin tokën, është në një zonë të favorshme në Vlorë për të ndërtuar dhe marrin me €1. Pyetja tjetër që kam është, ne kemi 2 ligje, një për zonat e lira ekonomike, një për zonat e lira teknologjike. Të dyja këto ligje, përpara se t'jepet një zonë ekonomike ose teknologjike për zhvillim, parashikojnë garën, ankandin, që vjen projekti, konkurojnë kompanit, konkuron numrit punësuarve, konkuron ideja me e mirë, dhe komisioni pavarur shep pastaj edhe ekspertët shohin se sa e realizueshme është. Sot të gjithë kanë zgjedhur rrugën e shkurtër, shkojnë përpara disa institucioneve në krye të cilave është zoti Edi Rama, që është kryeministër, është kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike, është kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit, pra kudo i çojnë ato letrat atje dhe marrin status të veçantë. Vetëm një saksim, ligji për investime strategjike është miratuar në 2015 me afat 3 vjeçar dhe është shtyr 6 herë deri më tani. Dhe ka marrë kritika shumë të ashpra nga Bashkimi Evropian. Prandaj mendoj që duhet të ketë se ka ndonjë ndrojtje të madhe nëse marrin kritika për këtë ligj, Klodi. Dakord, pa dakord, problemi është çfarë këtë duhet shohim. Ky është një ligj që është marrë jo toka publike, po dhe toka private, ju e cituat shumë mirë rastin, e kam parasysh. Besoj duhet jetë ndonjë pronare mediash ajo që rastin në fjalë që ju thatë, sepse këtu ta jep Komiteti Investimeve Strategjike statusin e investitorit strategjik kur ti nuk ke tokën tënde në tokë private. Si mund ta jap këtë? A ka bësh këtë ligji, sekretariatet dhe gjithë? Kjo më shqetëson mua. Te gjë për Osmanin ti, jo? E tha. Pse? Tani, goditje spak dhe... Shumë i përqendruar. Po se... Po bëj... Shkruan populli. Popullata, po ka dhe popullat të rëndësishme që... Tani, goditje dhe spak dhe sektori ndërtimit, unë në fillim të pyes Dorianën, them unë, është më mirë. Doriana, hetimet e fundit spak kanë çuar në sekuestrimin e 100 milionë euro në kulla resorte e tjerë, duke prekur kriminal përgjithsisht, njerëz të lidhur me botën e krimit. Sa sipërfaqe kanë ndërtuar që dyshohet në kanë pastruar parat dhe a mund të shkaktoj kjo goditje në sektorin e ndërtimit sipas jush? Kjo gjë që ka ndodhur. Do të kthehemi një 10 vjet pas në kohë për të kuptuar që në rastin e Tiranës, po jo vetëm, gjitha qytetet tona ju nënshtruan në zhvillimit e atyre që ishin planet e përgjithshme vendore. Në 2016-ën, Stefano Boeri, një nga star arkitektët që shfaqet dhe në libër, bëri planin e Tiranës dhe aty planifikonte një qytet për 1.6 milion banor. Ndërkohë që Tirana në këtë moment që flasim, nuk si bashki është 500.000 banor. Si 500.000 jemi në tani? Po, si pas censit të fundit. Qytet. Si qytet pa rrethinat. Pa rrethinat. Po. Që të shkoj qyteti Tiranës 1.6 milion banor, do të nënkupton të trefishohet popullsia. Dhe kjo ka qenë një nga kritikat e planit, sepse këtu po ndërtohet për një popullsi që nuk ekziston, që pyetja që neve si planifikues ngrem është kush do t'i banoj këto njësi, pasi në momentin që nuk dim kush do t'i banoj, normalisht më pas duhet parashikojmë që do kemi probleme me taksat, me shërbimet, me mirëmbajtjen e këtyre ndërtesave dhe me gjitha pasojat që ka një objekt i braktisur dhe i pabanuar që do kthehet në një barë shumë të madhe, qoftë për bashkinë, qoftë për buxhetin e përbashkët dhe më pas këto nëse janë të pabanuara kthehen në zona krimi, në vende të cilat banojnë pak njerëz ose nuk banojnë pak njerëz, pra pasojat afatgjata të këtyre njësive, miliona metra katror që kanë kaluar mbi 10 milion janë tani të ndërtuara në qytet, te i kalojnë çdo lloj plani, pra jemi jashtë çdo lloj skeme që të paktën shkenca arrin ta shpjegojë nga pikpamja urbanistike. Kjo është nonsens, pra ofertohet një njësi, pra këtu arkitektura kthehet në instrument financiar. Nuk ka për qëllim as strehimin, as interesin publik, as ndërkohë që kemi familje që janë ende të pastreja, kemi më shumë apartamente bosh se sa, pra nuk arrim dot as nevojat e banorëve tonë t'i strehojmë. Pra ky kolapsi midis metrave të ofruara dhe kërkesës, nga pikpamja urbane pritet që 10 vjeçari i ardhshëm ne do duhet
të merrej me gjitha pasojat e këtyre volumeve të mëdha ndërtimore. Përveç pastaj sigurisht edhe faktit që paraja gri, ajo që është futur në qarkullim, e ka stokuar praktikisht vertikalisht si një parkim i madh i cili nuk funksionalizohet dhe këto objekte mund të rrinë ashtu edhe bosh gjatë gjithë kohës, ndërkohë që kanë zënë territor, kanë zënë lulishte, kanë zënë hapësira dhe impaktojnë sigurisht më pas gjithë qytetin. Nuk e dia ju përgjigja pyetjes? Jo, shumë e saktë. Edhe thjesht dhe qartë. Është shumë e qartë dhe... Po, Tomuri? Se gjova që pyete arkitektin, a do të goditet sektori ndërtimit nga këto aksionet e SPAK? U mendoj që sektori ndërtimit e ka marrë goditjen tani. Si e ka marrë, thotin? Sepse shumë nga këta ndërtuesit thonë që praktikisht është stopuar çdo gjë, nuk vjen me kush as të pyesi me, jo me të ketë transaksione në treg. Pra është krijuar një pasiguri. Qoftë nga goditjet e SPAK, nga protestat, nga situata e pasigurisë, nga frika e njerëzve që tani me sa duket po kuptojnë që nuk është shumë e zgjuar të investosh parat për të bler ajër. Pra, për të bler apartamente që nuk janë ndërtuar akoma, po thjesht merrej leja, edhe filloni njerëzit. Sepse mund të ndodhë që ai ndërtuesi ku ti po rezervon apo prenoton apartamentin dhe po paguan parat, rrugës mund të ndeshet apo mund t'i dali SPAK-u përpara. E kështu me radhë. Pra, duket se ka një bllokim të tregut, se sa do zgjas, sa do jetë i përkohshëm, apo do jetë i gjatë, pra do zgjas në kohë, këte nuk e dim. Por ndërkohë, si nuk ka rënë të çmime, po ka ngritje të tyre? Shikojnë, në çastin kur tani këta thonë nuk ka me transaksione, në çastin kur nuk ka transaksione, çmimi është një koncept abstrakt pasaj, se po nuk ka transaksione, nuk ka. Ata mund thonë që shitet me kaq, a shitet me aq, por po nuk ka transaksione, çmimi është kot. Këta thonë që mbas këtyre ngjarjeve është bllokuar, as nuk vjen me njëri të interesohet tonë. E thonë shumë nga ndërtues, nuk vjen me njëri. Po tani këto janë projektuar të tjera për të do ndërtojnë? Tani, shumë nga ato që janë projektuar, edhe nga këto që kanë paguar parat te arkitektet e huaj, nuk u ndërtuan as kur ishte koha pak më e mirë se sa sot. Ke kulla në Tiranë, të cilat kanë marrë lejen prej 3 apo 4 vitesh, ishte koha e euforisë famshme që 70 kate këtu, 80 aty, 100 andej. Pra, kanë marrë lejet prej 3 vitesh e më shumë, të cilat nuk janë ndërtuar. Por ata ndërtuesit apo investitorët që kanë marrë lejen, mbredhin me lejen dorë dhe kërkojnë para, kërkojnë ortak, por që nuk i shkon njeri, sepse ajo ishte një çmenduri, nuk mund të ishte realiste që në një Tiranë të projektoheshin me 10 apo 100 kulla 100 kaçe. Nuk ishte sens. Këta menduan se do shisnin gjithkohën, do ishte gjithkohën ajo situatë, më vonë e panë që plus që ka dhe një faktor tjetër që tani edhe bankat kanë filluar të tremben, nuk para kreditojnë me kollaj në këto, pra qoftë qytetarët, qoftë ndërtuesit, qoftë qytetarët që kërkojnë blejnë banesa në për këto kullat e larta, por qoftë edhe ndërtuesit për realizimin e atyre. Zama? Ylli, të vetmi të fituar në këtë mes, janë disa oligarkë që i quajmë që i kanë përfunduar këto lejet e kullave, të cilët i kanë bërë me strukturën e financimit pak parashitje, para legjitime pra nga njerëz që kanë punuar dhe parat që kanë burim narkotrafikun dhe i kanë shitur, kanë mbaruar punë, dhe star arkitektët, që si që thamë në fillim të emisionit, pagesën e merrnin përpara se të shkonte projekti në KKT dhe të miratohej. Të gjithë të tjerët, sot po ndodhe në një situatë shumë të pasigurt. Tani, nëse do më lejosh, dua që ta zbërtej me disa shifra. Me lejet e zbardura janë 5 milion metra katror kulla që ka dhënë Këshilli Kombëtar i Territorit dhe 1 milion
të tjera metra katror, pra rreth 6 milion metra katror në Tiranë që janë kulla, që nuk janë zbardhur 1 milion të tjera, mund të kemë përfunduar vetëm 20% e këtyre projekteve, i ka matur 1 për 1. Tani shojmë arrestimet e... Po 80? 80 janë në letra, janë në gropa, janë në ndërtime sipër. Tani ka marrë grup kompanit që kanë marrë lejet më të mëdhaja nga më të shumta në numër edhe në sipërfaqe përmes Këshillit Kombëtar të Territorit për kulla. Dhe janë ndarë në 5 grupe të cilat kapin 45% të lejeve dhe kam analizuar të gjitha bilancet e këtyre kompanive. Dhe struktura e financimit mesatare është 80%, ka nga ato që shkojnë edhe 95% clearing para blerje. Pra, asnjë para nuk është nxjerr nga investitori zhvilluesi që quhet investitor. Atëherë pyetja që lind është, cili është ky investitor? Cilat janë këto autoritete që miratojnë leje për kompani fantazma, të cilat nuk i kanë kapitalet që të justifikojnë investimin? I gjithë kuadri regulator, ligjor, është që nëse ti merr leje, ti më pas lejon që të shesësh duke lidhur kontrata sipërmarrje, paguan taksën e ndikimit në infrastrukturë duke lidhur këto kontratat e sipërmarrjes, më pas nis hap gropën dhe nis shet hajër dhe këtu fiton. Pra shteti që vendos nëse ti je i pasur ose jo, që nuk është një model shumë i mirë ekonomik. Tani çfarë ka bërë ky lloj modeli? Ky ka favorizuar parat kriminale që të depërtojnë në këtë treg dhe ka penalizuar qytetarët e ndershëm, ku nëse një pjesë e mirë e këtyre kullave që kanë mbledhur parat përmes kontratave të sipërmarrjes apo të parashitjeve nga konsumatorët, me gjasa nuk do të përfundojnë ndonjëherë për shkak të frikës që ka tregu se nuk kanë pasiguri. Pse nuk kanë pasiguri? Sepse nuk ka mundësi dhe nuk ka shanse që të financoj gjysmën e kullës, grupet kriminale dhe as një autoritet, as policia e shtetit, as agjencia e inteligjencës financiare, as krimi ekonomik, as tatimet, as doganat, as kush, as një njësi shtetërore, as një institucion të mos shikoj sinjale që këtu ka depërtim për parave të pista. Po këto të na dalin të përgjimet e SKECC. Atëherë bie që ka një bekim sistemik që ne si shtet favorizojmë këto para dhe ekonominë kriminale. Në momenti që ka protesta, atëherë bie që situata politike është e pasigurt dhe patjetër që ai që do që të fus parat dhe të investoj ka frikë. Dhe 2 shifra të tjera do them. Vetëm me hetimin e çështjes grupit të mos gaboj Klodi Hamzaj dhe Koçeku, Artur Sheu, po. Po, janë 2 arrestime të ndërtuesve, se Artur Sheu është tjetër çështje, nuk është ndërtues në kulla. Ku njëri prej investitorëve është Ilir Shtufi, tjetri është ka babai ndërtues, ka qenë edhe dikur pronar të kompania Forever Construction, Orest Sota. Vetëm lejet e ndërtimit të këtyre kompanive janë 1 milion metra katror në Tiranë, që janë 20% e sipërfaqes së kullave. Ja se çfarë do të thotë me këtë goditje të spakut. Shtufi ka përfunduar vetëm 2 kulla, Forever Construction kullat i ka akoma në ndërtime sipër. Ja çfarë do të thotë. Nuk e di kush ka dhënë para, personin ndershëm apo para legjitime për të porositur aty, por nuk i dihet se kur do të mbarojnë. Doriana, po? Jo, vetëm se ndoshta e shkon për shtata dhe Dorianës. Skandali më i madh është kjo që gjithë arkitektët shqiptar janë tërësisht të përjashtuar. Janë të delegitimuar. Normalisht asnjë institucion nuk ju përgjigjet dhe të gjitha kullat e larta nuk mund të marrin, pra asnjë ndërtues nuk mund të shkojë pranë institucioneve dhe të kërkojë një leje nëse e ka të projektuar nga një arkitekt shqiptar. E kanë detyrim të kenë një arkitekt të huaj, të paguajnë ato milionat për interesa që duhet të jetojë prokuroria, dhe në momentin që shkon një arkitekt shqiptar, asnjë institucion shqiptar nuk ju kthen më përgjigje dhe besoj që Doriana mund ta e konfirmoj këtë gjë. E para. E dyta, këto kulla që thot Ola, ne kemi vetëm 2 biznesmen të cilë ndërtues të cilët janë të arrestuar. Ata mund të mbeten gërmadha, ne kemi plot ndërtime. Kemi edhe kullën të Ish Ekspozita që ka mbetur në vend numërosh, një kullë e cila për shkak se njëri, pra djali ndërtuesit është po ashtu në kërkim ndërkombëtar, aktualisht i arrestuar në Brazil, por që ishte vite me radhë në kërkim ndërkombëtar. Pra ke një sër... Është bllokuar nga... është një pjesë, jo e gjitha, nuk është sekuestruar, ka vetëm pjesa, nuk është sekuestruar, ka vetëm
një pjesë shumë të vogël në raport. Problemi është që ajo ka ngelur, po imagjino sa kullat tjera, në momentin që bëhet një goditje, ngele në vend numërove kthehen më pas në gërmada dhe kjo më pas do të krijojë edhe ato që dhe patjetër më kanë ardhur te Spaku, shikoj për ditë avokat që vinë dhe kërkojnë çlirimin e apartamenteve, të cilët i kanë paguar te këto ndërtesa, janë sekuestruar on blok. Ndërkohë ata pretendojnë që parat i kanë të ligjshme, po ju bëhet dëm e tjera me radhë. Ndërkohë që duhet parë më pas hetimi financiar, akti i ekspertimit, pra kjo do të krijojë gjithë të tensionin më vonë. Po. Ju jeni urbaniste. Ju pyes si eksperte infrastruktura, kjo infrastruktura ndërtuar tani e gjithë, a ka një studim të qartë për të jetuar njeriu në këtë qytet? Se vëre për shumë që temperaturat janë shumë më të larta se sa nga jo në rajonit, po pjesë tjetër të vendit apo si është kjo punë tani? Fatkeqësisht kjo është pjesa që është dhe më e rëndësishme, në fakt që na mungon neve dhe këtu është kritika kryesore që i bëhet këtij modeli zhvillimi. Pasi promovohet arkitektura si estetik, por ajo është vetëm maja e icebergut dhe e gjithë pjesa më e rëndësishme e qytetit dhe të jetuarit të është pikërisht gjithë infrastruktura, mobiliteti, transporti, duke filluar që nga mbledhja e ujërave të zeza tek furnizimi me ujë, mënyra si lëvizin njerëzit, më pas hapësira, gjelbërimi për të shkuar drejt funksionalizimit të qytetit në kushtet e ndryshimeve klimatike, për të ulur temperaturat, për të rritur cilësinë e ajrit, pra gjitha këto probleme që kemi neve, vijnë pikërisht si pasojë e këtij modeli zhvillimi i cili injoron interesin publik, që është kryesori, i cili vjen me gjitha këto kërkesa të njerëzve të legjitime për mungesat e atyre që janë funksionet bazë në një qyteti, dhe këtu mjafton të përmendim që Lana është një kanal i hapur i ujërave të zeza, që mbledh dhe një pjesë e këtyre kullave kontribojnë për të shkarkuar aty, dhe kalon praktikisht mes për mes qytetit dhe po të kalojmë sot aty është një nga gjendjet më të bezdishme në qytet, përveç aromës dhe vatër infeksionit të tjerë. Por nuk është vetëm kjo. Ne kemi parë Tiranën të përmbytet nga ujërat e shirave të rëmbyshëm, sepse qyteti është i betonuar, është mbi 82% e sipërfaqes qytetit që ka zhdukur tokën, është komplet e koracuar me asfalt ose beton, dhe kjo është vazhdimsi, pra kjo vazhdon si proces dhe nuk ka një reflektim, edhe pse pasojat janë të matshme, të faktushme, të vërtetushme, dhe shifen çdo ditë dhe jetohen nga të gjithë. Por unë desha të theksoj dhe një detaj nga çfarë ju po diskutosh në lidhje me pasigurinë. Në 10 vitet e fundit, 12 vitet e fundit, që nga 2014, ligji për planifikimin e territorit, që është kuadri bazë, ka pësuar disa ndryshime, janë 8 ndryshime të një pas njëshme. Në funksion të këtij ligji, VKM-ja 408 e 2015 ka 12 ndryshime. I solla këto si shifra për të sjellë se sa herë ligjvënësit e kanë kapur në dorë këtë legjislacion dhe megjithatë asnjëherë nuk kanë vendosur si kriter garancinë që duhet një zhvillues kur merr një leje ndërtimi të jap për autoritetet në rast se falimenton, në rast se objekti i tyre nuk përfundon, apo në raste kur ka hetim apo pezullim punimesh. Skandasht të ndërhyjnë në ligj ata, se ka pas interesa që nuk donin të ndërhyjnë. Tani, momentin që neve nuk kemi garanci, pra asnjë zhvillues nuk jep një garanci bankare për ta përfunduar ndërtimin, sot me krahasitjen e fundit të Spaku në rastin e Vërnecit, kemi disa kompani, por dhe të tjera të cilat janë pjesë e zinxhirit të furnizimit të këtyre objekteve, të cilët kanë ndërprerë gjithë proceset e punës, pasi kanë hyrë me kolateral 100%, me clearing, pardon, dhe si të tilla tashmë kanë bllokuar punimet në përkantiere, dhe kjo ka bërë që të futet të rritet paniku brenda dhe sektorit ndërtimit, pasi praktikisht tani edhe ndërtuesit janë të bllokuar dhe nëse ato, pra kjo rrjeta e Spakut përveç këtyre që kanë paran, ka bllokuar edhe proceset e ndërmjetme të ndërtimit. Dhe sigurisht që shkalla e pasigurisë në sektor është rritur dhe ndaj dhe ka një tkurrje edhe nga ana e
e blerësve dhe të paktën dhe nga kolegët mi arkitekt që janë në sektor, vitin e fundit po thuaj se nuk ka likuiditet, nuk ka më kërkesë për të blerë. Pra, unë bëra një pyetje këtu për kullot e tjera apo ndërtohen, Po. që janë, apo kanë filluar të tërhiqen tani, se si do shkoj kjo punë? Se ndoshta mbetet e boshër, pjesa dërmuese e kryeqytetit. Janë të tre skenarët, pra një pjesë e këtyre kullave nuk do ndërtohen, sepse shumë ndërtues janë tërhequr, po mundohen të shesin lejet jashtë Shqipërie, dhe janë disa që janë miratuar kanë disa vite. Po jashtë Shqipërie çfitojnë këta po i shitin? Do të ndërtojnë në të huaj? Nuk e di, por di që kanë dalë edhe jashtë kufive dhe ekspozohen në për pavionet të ndryshme, për të shitur si leje. Pra janë marrë leje dhe nuk po zhvillohen dot. 60 kaçit e rrugë Kavajës ka 3 vjetë që është miratuar. Po dhe ky... Ke Volkswagen. Ke Volkswagen dhe ky tjetri që është banka mbrapa, dhe ai është një të gjendje në mos gaboj. Ai është anulluar ndërkohë, është trequr. Okej. Pra ka një pezullim të disa prej këtyre, pak në ato që janë publike. Disa prej këtyre kanë filluar dhe nuk i dihet fati nëse do përfundojnë, pra mund të ngelen dhe si gërmada të pa përfunduara me vinçat mbi kokë. Dhe numri atyre që ka përfunduar, deri tani, në fakt, përveç atij që është kisha ortodokse, stadiumit edhe kullës Abba Tower, nuk ka kullat të tjera që t'jenë në funksion. Pra janë akoma në stadet e ndërtimit ose akoma në proceset e lejeve, edhe pse numri tyre ka kaluar mbi 140. Kriza e kësaj shumësie, do të them prodhim super ndërtime dhe që kush do hyjë aty, dhe goditjet e Spaku, do me thënë, dhe është një pyetje tjetër që ndoshta është edhe për dënojnë përgjigje kolegët, jo vetëm jo, përse këta që ndërtojnë tani nuk marrin, si që ndosë rëndom në botë, para në banka e këshu, po marrin parate, si konde se thot Spaku, edhe që i sekuestron. Pse përdoren këto lloj parash? Dhe jo para tjetër. Sepse janë oligarkët që duan edhe para në krimit i vend takse dhe para së krimit. Janë sekserët ata që bëjnë lidhjen ndërmjetësin. Po ju mbahen para këtyre. Po të shohë shtufin me sa është bashkërtak, në sa kompanit, cilët janë disa nga importusit, nga kompanit më të mdhaja, ma ditu të dalin në jetimit e Spakut pronar edhe bankash, edhe nuk jep kredi vetës ai. Po e shet. Doriana, model financimi tjetër. Ishte kënaqësi. Unë kam dhe dy pyetje tjera që nuk lidhen me ju. Është BKE-ja ka anashkaluar policin për një arrestim dhe Irion Velia të më thënë çdo betet gjithë me gjitha se dhe mund të lirohen. Burgosen lirohen. Që s'është lidhur me ty këto dy, janë lidhur me ty, po ishte shumë kënaqësi dhe ne Faleminderit. Do të ishte kënaqësi që ne të vazhdonim të bashkëpunonim dhe të ishe pranishme. Faleminderit për tesin. Me shumë dëshirë. Faleminderit shumë. Me që po largohet urbanistja, në gjithë bisedën që bëm, është fatkeqësi shumë e madhe që të zhvillimet urbane ne nuk i shohim edhe nga pikpamja penale. Unë vazhdoj të ngull këmbë, sepse kam një jetë të tërë që merrem me çështjet penale dhe arrit të them, në rast se në Republikën e Shqipërisë shkelet çdo ligj nga fillimi deri në fund, shpërdorimi i detyrës është shumë e thjeshtë. Shkelja e këtij ligji përbën shkak për shpërdorim detyre. Dhe të tërë këto element, ne s'do arrijmë t'i kuptojmë dot kurrë dhe do vazhdojmë të vështirësojmë jetesën tonë e të gjithë qytetarëve të Shqipërisë edhe të Tiranës në veçantë, në rast se themi me që ndroi ligji urbanistikës, KKRT-ja zbatoi saktë ligjin e urbanistikës dhe nuk ka një ndërhyrje, le të ndërtohet kulla, le të cënohet jetesa, le të cënohet urbanizimi dhe shkelja e çdo ligji në Republikën e Shqipërisë. Në rast se ne nuk e shohim dhe në pikpamje globale atë që quhet hetimi kryesisht i një prokurorie, kur një bashki, qoftë edhe ajo e Tiranës, çmendet dhe ndryshon projektet e rrugëve dhe i bën si të doj, dhe atje ku duhet rrugë makinash ve rrugë biçikletash, atje ku duhet rrugë biçikletash ve rrugë makinash, dhe themi që nuk ka lidhje fare zbatimi i ligjit me çështjet penale, atëherë ne i kemi bërë një dëm shumë të madh vetes, duke menduar që gjithçka zgjidhet vetëm në formën me që është ligji i tillë ne do e durojmë. Nuk është kjo situata. Jo, përpara se të miratohet një ligj... S'po debatoja fare, thash një mendim. Në rregull. Po, jam dakord, po,
Doriana, faleminderit dhe njerë. Republik prokuror se nuk kanoni mendim tjetër. Kalojmë fare pak minuta. S'ka lidhje fare. Kalojmë fare pak minuta në... Republik prokuror është Republika do kjara... Sa më shkurt. Hajde alem prokuror. Jemi shumë vonë, po jo pra tani se nuk është... Kjo si ishte shumë për replikë, se gati një lloj mendojmë. Është mendimi... Jo, nuk mendojmë. Sepse Ola Padash... Tha, është mendimi im dhe nuk dua të dëgjoj mendimin tënd, tha. Edhe tu thash... Jo, mendimin tënd të dëgjova shumë mirë dhe ke pjesa e dytë i arrite më mbështete totalisht se the e urbanistikës, kjo, policia financiare, policia ndërtimore, prokuroria dhe të gjithë nuk kam funksionuar dërsa ka dalë kjo leje për pastrimin e parave në përmjet ndërtimit. Edhe ishim të dy në një mendim. Po pastrim parave ka qenë vizion o zotëri. Ajo ka qenë vizion politik, nuk e... Atere, se kemi pak kohë në dispozicion fare, kemi kalu limitet, pak minuta do t'jemi në BKA në shkallon policinë Zënja Lala... Jo, së është kështu, ta filloj, më falë, ta filloj, pyetjen e ke gabi. BKA-ja nuk mundet ta na shkalloj policinë. BKA-ja është pjesë e policisë, është një polici e ngritur me ligj në Republikën e Shqipërisë dhe ligji që ka BKA-ja mund të bëjë dhe operacione të këtij lloji në rast se teknikisht, profesionalisht dhe nga pikpamja e kapaciteteve njerëzore arrin ta realizoj. Nuk mundet të themi që me qënë se kemi një polici shteti dhe BKA-ja nuk mundet të bëj arrestime. Jo, sipas ligjit, të tërë elementët që bën policia e shtetit në miniaturë i ka dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Pra, Byroja Kombëtare e Hetimit nuk mund të bëj vetëm hetime, mund të ndjek persona. Jemi okej. Avokat, ta them unë se çfarë ka ndodhur, ka arrestuar ditën e djeshme një person të kërkuar BKA-ja Adi Çobo. Do më thënë është në shkaluar policia në këtë rast. Si të në shkalim, se shkalim. Kam parë si lajmë. Zoti Beci ka konceptin e vetë, si e shikoj dhe si e kam parë unë këtë çështje. Për herë të parë, Byroja Kombëtare e Hetimit ka kryer një operacion tërësisht të vetin, i mbështetur nga dia italiane për kapjen e një personi të shumë kërkuar, i cili ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane në kuadër të operacionit Ura. Operacioni Ura goditi klanin që kishte të bënte me Elvis Doçin, i njohur si Visi Pojos, u arrestuan disa persona në Shqipëri për trafik droge, pastrim parash dhe grup kriminal, ndërkohë që pjesa tjetër e dosjes ishte hetuar nga autoritetet italiane. Në fakt, Byroja Kombëtare e Hetimit, që nga nisja e funksionimit të saj si strukturë, në asnjë moment nuk ka kryer arrestime, por në momentin kur prokurorët e posaçëm kanë nxjerr urdhër arreste të miratuara me masa sigurie, pra masa sigurie mungesë dhe më pas urdhër ekzekutime, janë përcjell për ekzekutim policisë së shtetit dhe ka struktura të posaçme, forca operacionale në varësi të rrezikshmërisë, forca treneja etj me radhë, të cilët sigurisht të mbështetur dhe nga BKA-ja kanë kryer operacionet. Në rastin konkret, duke qenë se ka patur disa veprime të kryera nga policia fillimisht dhe prej 2 vitesh ky person kishte të dhëna që nuk arrestohej dhe kishte dyshime që operacioni mund të dekonspirohej, Byroja Kombëtare e Hetimit vendosi ta kryente vetë këtë operacion dhe çfarë bëri për gjatë ditëve të fundit, përgjoi dhe vëzhgoi bashkëshorten e Adi Çobos, e priti ditë me radhë dhe vëzhgoi kur ajo hyri në një apartament në rrugën Pavarësia ose ndryshe ajo që njihet për qytetarët si rruga e plazhit, dhe mbrëmjen e kaluar në momentin që bashkëshortja ka shkuar në apartamentin ku ai qëndronte dhe të dy së bashku dhe bashkë me fëmijën e tyre të mitur kanë dalë dhe janë ngjitur në makinë, BKA-ja ka ndërhyrë dhe ka bërë arrestimin. Pse është anashkaluar policia e shtetit? Sepse ka një klim të thellë mosbesimi, që sigurisht nuk është i klim e thellë mosbesimi. Pa një klim mosbesimi që nuk arrestohen nga policia. Ja ta mbaroj dhe... Ta mbaroj. Ka të drejtë Eugeni kur thotë që në kuptim të ligjit, BKA-ja ka atributet për të bërë arrestime. Formalisht ore, teorikisht. Nuk e kundërshtoj në këtë pikë. Teorikisht është kështu, në rrasë BKA-ja arrin të ketë 200 policë të zotët, nuk mos e tras kur policin. Nuk në atë pikë, Eugen fare të thash ligjërisht, ato e kanë atributin ligjor. Dhe ishe tërësisht në rregull për atë çfarë the. Jo se kam dëgjuar në opinion publik që bën BKA-ja kështu. Jo, BKA-ja mund t'i bëj nesër gjithë arrestime. Absolutisht t'i bëj, por deri më tani, duke mos patur forcën dhe strukturën e posaçme, ka bërë tjetra, por ajo ndryn tani është ideja që Zoti Braho gjatë komisionit në komisionin e reformës territoriale, zgjedhore,
ngriti një shqetësim dhe tha që kemi shumë urdhra arresti që janë përcjellë policisë dhe nuk ka arrestime dhe jemi duke menduar, tha, që të ngre po, edhe Tumani më herët kur ishte drejtuesi SPAK ngriti Ka shprehur dyshime vetë, dhe vetë prokuroria e posaçme ka dyshime të forta ka dyshime, ka dhe çështje penale, janë arrestuar policë për atë. Dhe ka policë të arrestuar. Nuk është një çështje që ka lindur sot, është një klimë e thellë mosbesimi e ndërtuar ndër vite dhe sot i takon Zotit Hita si kryepolicë që ta ndryshoj këtë klimë, të marrë masat e nevojshme, të ketë punë më të madhe. Unë e kam ngritur dhe herën e parë në emision nëse ju kujtohet, pikërisht kapjen e personave të shumë kërkuar. Po në rastin konkret, BKH-ja ka ngritur dyshime bashkë me SPAK-un që ky person ka 2 vjet, ka informacion të sigurt që është në Durrës, jeton aty në sytë e gjithë qytetarëve dhe nuk kapet. Atëherë cili është dyshimi që ka një dekonspirim nga ana e policisë dhe për këtë arsye është anashkaluar. A duhet të ndodhë? Jo, unë mendoj që BKH-ja nuk mund të kryejë dot gjithë operacionet vetëm, sepse ka njerëz të rrezikshëm që kanë kryer vrasje, që janë ekzekutorë etj me radhë, dhe sigurisht nuk mund ta arrestojë një agent i BKH-s, por duhet të shkojë forcat speciale Renea. Pra, normalisht bashkëpunimi me policinë nuk mund të ndalet, por duhet gjetur një urë komunikimi dhe bashkëpunimi, i takon Zotit Brau dhe Zotit Hita. Po thoni një gjë, kupton. Por kjo ndodh, ka dyshime. Është problem strukturor. Është gjithë problemi në shtu që policia duhet patjetër të pastrohet, më fale u gjem në këtë fjali do ta mbyll pa të ndërhyr, të pastrohet nga segmentet të inkriminuara, të cilat kanë thelluar këtë krimin e mosbesimit mes institucioneve. Kanë krijuar një BKH dhe po të lexosh ligjin e BKH-s duket sikur ke një polici në miniaturë. Dhe normalisht ata që kanë krijuar këtë BKH kanë krijuar me atë idenë që patjetër duke mos besuar te policia e shtetit do i bësh vetë arrestimet. Problemi i madh është këtu. Ajo miniaturë e strukturës që bën policia e shtetit sot në 13.000 antarë nuk mund ta bëj dot BKH-ja me 150 antarë. Pra, ti ke ndërtuar një ligj sikur ke polici paralele, por në fakt ke një polici që do i shërbej vetëm prokurorisë posaçme. Për këtë arsye, logjika që në operacione të vështira, operacione të cilat ne do mendojmë nesër në rast se do arrestohet një ministër në detyrë, a do ta bëj dot policia e shtetit? Kur policia e shtetit dihet se si është e lidhur me ekzekutivin, dhe ky është problemi që ti ndërton një strukturë, një BKH e cila anashkalon me qoftë edhe për nxjerrje sekreti, qoftë edhe për korrupsion, qoftë edhe për elemente të tjerë të lidhur drejt për drejti me interesat që ka policia si pjesë e ekzekutivit, dhe anashkalon policinë, anashkalon Gardën e Republikës dhe thua, po, oficerët e BKH-s bashkë me operacionalen që mund të krijojë BKH-ja nesër, do shkojnë në zyrë, do arrestojnë një ministër. Po, dhe ky ishte sinjal. Veprimi i mbrëmjes kaluar ishte sinjal që BKH-ja ta anashkaloj kur të ketë dyshime policinë dhe strukturat e tjera. Nesër do nxjerrë një prokuror i SPAK-ut një urdhër për arrestim në një ministri. Dhe e fundit drejtori përgjithshëm. Jemi okay. Dhe e fundit fare, që fare shkurt, me që ne kemi patur vazhdimisht ditë, po di është zbardhur kjo gjykatës kushtetuese për Erion Veliajn. Çfarë është kjo tani? Mos e duhet të rirojnë Erion Velin apo jo? Çfarë binte në sy në vendimin e gjykatës kushtetuese është që për herë të parë kemi disa mendime paralele. Kemi mendim që janë tërësisht kundër SPAK-ut, kemi mendim që janë tërësisht pro SPAK-ut, kemi mendim pastaj të ndërmjetëm. Çështja është që gjykata kushtetuese e ka çuar topin për Erion Veliajn prapë në gjykatën e lartë dhe i thotë me arsyeto se përse masa ndaj Erion Veliajt në cilësinë e kryetarit të bashkisë është proporcionale përqendruar në masën e arrestit në burg, sepse ka konstatuar që gjykata e lartë nuk ka bërë një arsyetim në përputhje me ligjin. Dhe së dyti, që ka të bëjë dhe që normalisht duhet thënë, gjykata kushtetuese në fakt, po ta shikosh brëndin e vendimit, e lë të qartë dhe të kuptueshme që dyshimi arsyeshëm për rastin e Zotit Veliaj ekziston. Kështu që besoj diku nga shtator tetori do të kemi edhe një përgjigje në lidhje me këtë vendim të gjykatës kushtetuese, sepse ky vendim i zbardhur duhet botohet në fletoren zyrtare, dosja duhet kthehet në gjykatën e lartë, gjykata e lartë duhet ta hedhë në short të caktoj datën e tjera me radhë për të shqyrtuar. Gushti është pushim, por ndërkohë që do të arsyetohet ky vendim që po të shikoje me kujdes kishte 4 antarë të cilët ishin në favor të Zotit Veliaj, 2 antarë të tjerë që ishin kundër Zotit Veliaj në gjithë tërësinë e vendimit dhe gjithë arsyetimit, dhe një gjyqtare që ishte edhe për dyshimin arsyeshëm kundër. Pra kishte mendime shumë të ndryshme dhe ky është i pari vendim që unë kam parë me kaq shumë mendime kundër paralele tjera me radhë. Çfarë duhet parë është që Zoti Veliaj
paralelisht me këtë vendim, pra me këtë çështje që duhet të shkojë dhe të shqyrtohet në gjykatën e lartë, ka bërë disa kërkesa për zëvendësim mase sigurie, çka do thotë që gjatë muajit korrik dhe gusht mund të kemi ndonjë nga këto kërkesat për zëvendësim mase sigurie që është rrëzuar, që mund shqyrtohet nga gjykata e lartë, po gjykata e lartë për shkak të vendimit unifikues do duhet të bëj një vendim model që mund të shërbej dhe duhet ta bëj vetë gjykata dhe Sokol Sadushi nuk mund t'ju hedh topin gjykatave më t'ulta sepse vetë e nisi vallen dhe vetë ta përfundoj, duhet ta arsyetoj dhe të bëj një vendim model se çfarë do thotë të bësh pra përse masat e tjera alternative janë të papërshtatshme për rastin e zotit Erion Veliaj, sepse gjykata e lartë zoti Rakipi është kthyer në një gjykatë skandaloze e cila të gjitha çështjet e rëndësishme as nuk i merr më në dorë, ose i kthen për gjykim me trup tjetër gjykuese në apel, ose merr ca vendime që ja lë topin në derë gjykatave të tjera, pra as misha spesh. Dhe unë mendoj që nëse të nesërmen do të bëhet një reformë që mund të prek sistemin, gjykata e lartë do duhet të jetë gjykata e parë e cila të shkërmoqet, sepse aty është bërë realisht një bandë e cila merr vendime sipas interesave të ditës. Pra dy vendimet e gjykatës. Po këtë reformën kështu e bën tani. Gjykatës kushtetuese me vendimin e gjykatës së lartë, pavarësisht vendimit unifikues, mendoj që nuk është rasti i zotit Veliaj. Nuk e afekton vendimi unifikues ndryshimin e masës sigurimit, sepse vetë gjykata e lartë, pa dashje, arriti në konceptin e vendimit unifikues të thotë, kur të caktosh ti një masë sigurimi, duhet të kesh të tërë këto element. Gjykata kushtetuese me të drejtë thotë, arsyetimi është një ndër elementët e vendimit që tjetë i rregullt dhe ligjor, dhe kur ti nuk e arsyeton, patjetër që përbën një shkelje të drejtave të njerëzit. Por, në rastin e zvendësimit të masave të sigurimit, nuk është mendimi unifikues i gjykatës lartë që do ndihmonte zoti Veliaj, sepse zvendësimi i masave të sigurimit ka tjetër bazë ligjore nga caktimi i masave të sigurimit. Gjykata e lartë ka ndërhyrë vetëm në vendimin unifikues, që zvendësimi i masave të sigurimit duhen elementë të tjerë, të cilat deri më tani mbrojtja e zotit Veliaj nuk ka bindur asnjë nga gjykatat në Republikën e Shqipërisë dhe masa nuk është ndryshuar. Pra, ju mendoni që edhe më pas masa vështirë ndryshohet? Sepse janë komplet të ndryshme, pavarësisht se duket në pamje të parë sikur gjykata e lartë me atë vendimin unifikues ka dashur ndihmoj këta të mëdhenj që janë në burg, por jo, këta të mëdhenj që janë në burg kanë një lojë tjetër, kanë një kapitull tjetër, kanë zvendësimin e masës sigurimit, nuk kanë në caktimin e masës sigurimit. Caktimin e masës mund ta kenë këta të rinj. Mund të shkaqe familjare, mund të përdor. Po pra, janë të gjitha të ndryshme. Me sa lexova te vendimi i gjykatës kushtetuese, i gjithë debati edhe pjesa e kontestuar është që duhet argumentuar pse zoti Erion Veliaj si kryebashkiak duhet të qëndrojë në ambientet e paraburgimit dhe nuk duhet të qëndrojë në detyrë. Dhe këtë gjë duhet që të argumentojë gjykata. Kush prevalon më shumë, interesi që zoti Veliaj t'i shërbej qytetarëve të Tiranës si kryetari i Bashkisë së Tiranës, apo i bën më mirë qytetarëve të Tiranës duke qëndruar në burg? Këtë tani presim që ta interpretojë gjykata e lartë. Po mori kishin një gjeti? Jo, unë vetëm një konstatim kështu se nga këto pjesa juridike e tha avokati, mua më duhet që zotit Veliaj dhe Ilir Metës i ka rënë barra e madhe të mbajnë reformën reformën drejtësitu e këta dy veta peshit e mdhenjë të ati. Se po dolen dhe këta pastaj aty. Dhe problemi është se vazhdojnë thonë që reforma ishte e mirë. Po këta të nderuar të shikus gjatë ishim brëmën e sotme, po ngjarje të kështu ishim. Do quaj 2 ditë emision. Shumë ngjarje. Sa ndodhe një 2 ditë emision. E zgjatë. 12:01. E zgjatë në pak, popullata Do ta Fut edhe inceneratorin, ylli më që... Popullata ndoshta edhe mërzitur pak, edhe operator tani busqeshin, ky i riu asnjë shenjë, po ky është i ri dhe mund të durojë, e kupton? Disa herë. Nuk qenë kanë mirë, do thot ky, thot me vete ky ta nuk qenë kanë dhe aq mirë, që ndaj kanë këtu, shqetësojnë dhe popullatën. Na falin që se zgjatëm shumë, 2 pjesë ishim të rëndësishme, mendoj, për shkak të ngjarjeve të gjithë, po dhe vapa që na ka rënë kokë të gjitha. Faleminderit shumë nderuar të shikues, faleminderit. Faleminderit të gjithë, faleminderit, pa përjashtim, natën e mirë, tani javën që vjen, shihemi përsëri.